të kontratave ka marrë një vendim për të krijuar më shumë hapësira për qytetarët dhe kështu në këtë rrugë kanë vendosur që të largojnë terasat që qytetarët i kanë shfrytzuar dikur dhe bizneset për kafe. Po e shohim këtu që projekti vetë se ka filluar, që është një javë ka që ka filluar, ndonë se sot nuk ka ndalë në punë, ndoshta edhe për shkak të kushteve atmosferike, po e shohim që shumica e terasave janë larguar, por përveç investimeve ndryshimeve të tjera që janë bërë këtu, po shohim që edhe rruga është larguar komplet dhe kushtet atmosferike kanë bërë vështirë të kalueshme. Ne patëm një qytetar paraprakisht që bisedua me të, po që nuk deshi para kamerave të flasë, ku tha që është një veprim i mirëpritur nga qytetarët dhe shumë i mirë nga komuna për lirimin hapësirave më shumë për qytetarët, mirë po kritikoi edhe komunën ku tha që disa herë kanë harruar të bëjnë investimet e kanalizimit, kështu që uroj ta shfrytëzojnë këtë rast që ta rregullojnë edhe këtë problem. Ne do të lëvizim pak edhe në këtë hapësirë për të sjellë pamje nga punimet që janë kryer deri më tani, nuk dihet nëse do të vazhdojë edhe në hapësira të tjera, mirë po ndryshimet që janë bërë në këtë hapësirë nga shumica e qytetarëve janë mirëpritur, përpos nga ata që nuk kanë mundësi ta shijojnë kafen në kafenetë e tyre të preferuara këtu ku janë mësuar, po besoj për vite të tëra në këto terasa. Po e shohim që punimet kanë vazhduar deri në rrugën lart. Javën e kaluar për shkak të punimeve e kom pa është bërë shumë virale një pamje aty, një rrjedhje jashtëzakonisht e madhe e ujit, nëse zgaboj ka qenë gypi i ujësjellësit i cili është shpërthyer normalisht pa dashje për shkak të punimeve, por siç po duket nuk ka rrjedhje të ujit, nuk ka probleme me të ashtu quajturin liçenin e përparim Ramës këtu në Recep Luci. Jo, me sa duket liçeni nuk pas ka vendos këtu mu vetë kriju prej ati shpërtimi që e ke publiku. Me sa duket kanë intervenu dhe e kanë ndalë rrjedhjen e ujit, por që rruga përsëri vazhdon të ketë ujë ndoshta për shkak të borës që e patëm këto 24 orët e fundit, ku ka vështirësuar që qytetarët të lëvizën në këtë hapësirë. Mirë po, projekti është që qytetarët ta kenë më të lehtë të lëvizën në këtë hapësirë, ndonë se po shohim vetura që me njëherë në ato hapësirat që pak janë liruar edhe nuk janë mjetet e punës, me njëherë kanë zënë me veturën e tyre me rrugën, po besoj në fund të përfundimit të projektit edhe kjo ndoshta do të krijohet një shesh i ri ushtrim apo mendon edhe ti kështu? Se jo, e meriton Prishtina edhe një shesh, pse jo, komplet. Mirë Blerina, nëse nuk ke ndonjë informacion shtesë, faleminderit shumë. Edhe afër sheshit kryesor. Banor me dalën për sheshe është edhe kohë, edhe pare. Faleminderit shumë Blerina për gjitha këto informacione. Faleminderit juve. Atëherë nga Blerina Shoshi, e cila ishte në rrugën e Recep Luci për të përcjellur punimet në këtë hapësirë, po i kemi